furnitori i pjesës veriore që furnizon qytetarët? Qysh ku ka burimin? Do të thotë ku e ka bazën e legale të funksionimit në marrëveshjen e negociuar mes fundi nga Besnik Bislimi në Bruksel, edhe implementuar pastaj. Është e pasakt. Është marrëveshje vitit 2013. Jo, po thuni që i pengojmë në marrëveshjet e dëshme. Edhe Elektroseverin e keni negociuar edhe një herë. Dëgjëm, ajo ka qenë edhe i një qërë. E kom konsultu një ekspert energjisë, se unë nuk pretendoj që jam njës i mirë i zhvillimeve në tregun energjetik. Me marrëveshjen që e kena bo, ka mu i kuashtu edhe veriu ka me pagu. Ta është kyzotnia tha që teorisin shqiptarëve anë e rrymën se sërve kanë me mbajt çmimin normal të rrymës, që shto thaj. E vërteta është që për herë të parë, gjatë qeverisjes tonë, do thotë paguhet pjesa e rrymës elektrike në veri. Përpara, krejt fakturën e veriut e ke pagu edhe te dhonë. Gjithë qytetarët e Kosovës e kena pagu fakturën e veriut. Im ka paguim tash ndryshe, im ka paguim. Okej. Im ka paguim ndryshe, do më që keni boju gjatë kësaj qeverisje për 4 vjetë, kur Kosova s'ka ble rrymë ma shumë se sa keni ble për 4 vjetë. Furnitori që do të furnizohet, është shpërndarës i rjetit, ati është pjesë e marrëveshjes, ajo është pjesë e marrëveshjes së vitit 2013, edhe ai ka të drejtën edhe autonominë e qasjes edhe furnizimit të burimet elektrike të cilët ai i gjenë sipas leverdisë të tij në tregun energjetik në nivel të vendit. Rrjedhimisht do thotë ai e gëzon një pjesë të autonomisë, legalisht fituar me marrëveshjen e vitit 2013 në Bruksel, dhe rrjedhimisht ai i furnizon qytetarët, operatorët, konsumatorët që i ka mbrana rrjetit të tij me çmimet të cilët ai gjen në tregun real. Edhe pse do thotë kjo temë ekskluzivisht për Artonën, mos të hin hak për shkak se muna do të përpjekje për me shpërfosni diçka, po këtë temë më ka interesu, kam një mik të mirë që e kam konsultuar dhe më ka thonë që nuk ka kur gjë të bëj kjo, me veprimet e fundit është ekskluzivisht pjesë e marrëveshjes vitit 2013. S'është kështu, se është negociu kjo, edhe shit si një marrëveshje shumë e mirë që e negociu me bënëm e kthym. Pra Besnik Bislimi delke, që delaj si nervoz që është, po delke pak sa ma i lumëtur dhe me kena mëri një marrëveshje të mirë. Vallaj ma herët kesh edhe me Besnikun, ai zakonisht nuk është nervoz. Bile është njëri për atyre që mas shumë të bënë numër edhe në qeveri. Është nervoz edhe i pasjellshëm me këndo që t'i afrohet, nështë me ju sillet mirë, dhe i sojnin partner, dhe i jemi është me pasqyru përvojën tem, ti pasqyru tonën e jemi është jo, në nuk e një personalisht, po më ne shën në publik, pra sjellja ti absolutisht është për të gjyku si njëri jo bashkëpunus me këndo si i sillet. Sot e fundit keni çështje me të, po do me dalë të tema, për shkak se këtë interesimi mediave është të ju personalisht. E din. Pse menon që o ka ndodhë që kjara të teje? A tu kanë mbledh shkelje të vazhdueshme, apo që ka ndodhë? Që shpërthyn? Shumë pyetje mirë kjo, po më pëlqen. Ato kanë grumbullu shkelje të vazhdueshme. Një ditë që kanë shpërthyr tash me duke analizuar shumë thellë, e kam menduar cila është pjesa e atyre titujve bombastik të skandaleve. Edhe më kujtohet cili ka qenë skandali jemi i parë si ministër. Skandali jemi i parë si ministër ka qenë Suarek, kur unë ka marrë pjesë në një aktivitet që u shënoi këtë ditë e qershisë, edhe mes tjera dikush e ka bënë një fotografi kur unë i kam shkruar 2 qershia, po në përpjekje për me shkruar prej degës 2 qershia, i kom shkruar edhe 2 fletë qershisë. Edhe do thot shkrimet kanë qenë gjithandej, ka qenë ditë e dielle, skandali i ministrit Peci dëmton qershijat. Do thot edhe me kësi lojme jënë përballë. Unë e di sakt pse janë cak i sulmeve. Pse? Nuk është, do thot nuk pëndolin pas zgjedhjeve, kom supozu që është vetëm një, qysh me thonë, një nëse mundu me qujt një ofanziv para procesit zgjedhor, për shkak se une jo vetëm që e dion, po e din edhe matës opinionit, që jam njëna prej figurave politike të qeverisë kalume, që për targetin e të cilin i ka shërby, niveli i kënaqshmërisë së qytetarëve, këtë rast fermerëve, ka qenë tepër i lartë, si asnjëherë më parë. Edhe është numër jashtëzakonisht i fermerëve, shumë i madh, të cilët edhe privatisht ma kanë thonë, jo pse unë ja kum kërku, që në të kaluarën kanë votu parti e iniciativa të ndryshme, por që unë kam qenë shkaktari, që thjesht ai kur do që ndodh procesi zgjedhor me qenë pjesë e votës besimit qytetar, kudo që unë do të jem, si individ, si kandidat.
do thotë edhe numri i fermerëve që ma kanë deklaruar dhe kanë dhënë zëtim të tillë ka qenë me qindra rreth Kosovës. E para, e dyta, unë mendoj që tash kalkulimet janë edhe për probabilitetin e shkurës zgjedhje nacionale, se për shkak se është si opsion, edhe njëkohësisht probabilitetin që eventualisht unë t'jem pjesën e garës në zgjedhje lokale. Krejt këto janë bë bashkë. Do thot, po nuk e kam pas besimin, tash është edhe një diçka është një e vërtetë, është ta keq me thonë për vetveten, po prej se Kosova ka proces zgjedhor me lista të hapura. Prej vitit 2007 tek ne, do thot, falem për mungesën e modestisë, po ju e keni përballë ministrin me besimin më të madh qytetar në historinë e institucioneve të Kosovës. Fjalën për votat që i ke marrë. Po. Do thot 133.987 vota. Apo mos e maj që të barë, se këto i ki falë Albin Kurtit. Nuk jenë këto për Faton Pecin. Jo, absolutisht, ne kemi qenë bashkë. Unë po thëmë që unë i kom kontribu... Dardan që i ka pa marrë një 60.000 vota, shtash me dalë Dardani, nuk di, e vëtën Natyra, e vëtën Noli, Zimi, asa Zdreni, s'dia vëtën Zdreni. Mos e moni që të përgjithsi, këtu në vota që i keni marrë me Albin Kurtin. Po, mërë edhe kom pjesë të krenarisë që i kom marrë me Albin Kurtin, do thëtë edhe kemi qenë shumicën e fushatës bashkarisht. I keni marrë falti, mos e moj këtë barë, se nuk është kjo barë. Në vetëvendosi i ka marrë, sa vota i ka marrë Agim Bahtiri i ka marrë? 20.000, 30.000. Agim Bahtiri është figurë e rëndësishme, monet ka qenë 2 mandate kryetar, 2 mandate ka fitu besimin e krejt qytetarët në Mitrovica. Pra, i ka marrë me Moza Kusari që e kena dëgju të folë me Radojqiqin me njërin e në listë zezë. Pra, në vetëvendosje, merën vota prej Albin Kurtit, nuk merën për nëjë merit. Pra, unë personalisht, menoj që si shdash me bërë, dikush me marrë këtë barë, që me thonë, kanë votu shumë njerëz, kanë votu për shkak të Albinit. Dëgjë, e pse atëherë ka shumë të tillë që kanë qenë me listë me neve dhe me Albinit dhe nuk e kanë fitu besimin qytetar? Si keni qenë maj ekspozum aty? Ja, nuk ka qenë që keni qenë maj përkrahun prej strukturave të lëvizjes vetëvendosur, prej konkretisht prej zotit Kurti, ju jeni prej tradhve që keni folë në fjalimet që ju kalon Albin Kurti, pra. Ka dash me mush një bashkëllëk që e kalon Vjosa Osmani me juve edhe me... Ajo është pjesa e projekcionit edhe mënyrës se qyshe ideon edhe koncepton a i fushatën zgjedhore. Në rast se a i e ka ditë këtë rezultatet e mija si minister, a i normal që ka dash me konë mesin e 4-5 ministra, ose 5-6 ose 7 falëzve të cilit i adresohen qytetarëve, për shkak të rezultateve të mira dhe besimit që a i ka pas. E para, e dyta, i mjeta Borgje dhe Mimozës. Do të Mimoza personalisht më ka të regu që pjesa e bisedave të cilat janë të shkputura, janë të montuara nga një deputet i listës sërbska, në të cilën ka ekzistuar një komunikim, po nikosisht pjesa tjetër e bisedes, një mori pjesë të shkputura, janë thjesht ingjizime të cilat janë bërë montim me synim të denigrimit të saj. Unë mendoj që Mimoza është njëna prej unë mendoj që Mimoza është njëna prej politikanëve, unë mendoj që Mimoza është njëna prej politikanëve dhe personalitete shumë sfikatora. Karriera e saj politike, shkallësia, qartësia e saj edhe elekuenca politike, do thotë është vlerë për Kuvendin e Republikës Kosovës edhe jep një shtytje shumë të rëndësishme grupit tonë parlamentar dhe ka qenë një shef e grupit parlamentar e jashtëzakonshme në menaxhimin e agjendës, se nuk ka qenë lehtë me pas në menaxhim 58 deputet sa i ka pas në përbërjen paraprake grupi jonë parlamentar, duke përfshirë pjesën e komiteteve jashumicë. Kështu që po, unë jam i vetëdijshëm për këto, po njëkohësisht jam edhe vetëdijshëm për besimin e madh që kam marrë. E kam marrë besimin e madh të kategorisë të cilën i kam shërby, po kam vota jo vetëm tek pjesa e fermerëve, ta zom 20.000 vota besim qytetari kam tek qytetarët e Prishtinës që jetojnë në Prishtinë, që jetojnë në zona urbane. Nuk e kam pas vetëm targetin, ai ka qenë targeti kryesor, ka vlerësim për këto, që niveli i kënaqësisë për gjitha kategorive shoqërore, niveli i kënaqësisë më i madh ka qenë tek kategoria e fermerëve si rezultati i punëve të mira që bën Ministria e Bujqësisë.